Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita e sotme sjell energji pozitive dhe motivim për të përfunduar punë që i keni lënë për gjysmë. Mos hezito të marrësh iniciativa në punë apo në një marrëdhënie personale. Është koha për të folur hapur. Në mbrëmje, një takim i papritur mund të sjellë emocione të bukura. Demi. Stabiliteti është fjala kyçe për sot. Një çështje financiare mund të kërkojë vëmendje, por mos u shqetëso. Intuita do të ndihmojë të marrësh vendimin e duhur. Në dashuri, një moment i vogël romantik do të rikujtojë rëndësinë e gjërave të thjeshta. Binjakët. Me diellin ende në shenjën tënde, energjia është në kulm. Bisedat, udhëtimet e shkurtra apo njohjet e reja do të jenë në qendër të vëmendjes. Mos u habit nëse një ide që të ka lindur prej kohësh merr formë konkrete sot. Mundësi e mirë për një fillim të ri. Gaforja. Në heshtje po përgatit diçka të madhe dhe kjo ditë të fton të reflektosh para se të hedhësh hapin tjetër. Mos i neglizhon ndjenjat e tua. Disa lajme nga familja ose një kontakt me dikë nga e kaluara mund të risjell kujtime të vlefshme. Luani. Je në qendër të vëmendjes edhe kur nuk përpiqesh. Sot mund të marrësh një propozim interesant nga dikush që të vlerëson vërtet. Mos e lër egon të të prish punë. Bashkëpunimi do të sjellë më shumë përfitime sesa puna e vetmuar. Virgjëresha. Një projekt profesional kërkon fokus dhe detaje, pikërisht aty ku ti shkëlqen. Kujdes vetëm që të mos i tejkalosh kufijtë tu fizik apo emocional. Në dashuri dikush mund të të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje. Zgjidhja është balanca. Peshorja. Dita të fton të eksplorosh. Mund të jetë një ide, një vend i ri apo edhe një ndjenjë e re. Hapësira intelektuale dhe emocionale po zgjerohet. Mos i lër frikrat të të ndalojnë. Ka ardhur koha të ndjekësh zemrën. Akrepi. Marrëdhëniet intime thellohen sot, por edhe sfidohen. Nëse diçka ka mbetur pezull, sot është dita e përballjes. Në punë, ruaj durimin. Diçka që po duket e paqartë, do të bëhet më e qartë pas ditë vonë. Shigjetari. Lidhjet ndërpersonale janë thelbësore sot. Një partneritet i ri, në dashuri apo biznes, mund të jetë në horizont. Mos e humb shpirtin tënd aventurier, por përpiqu të dëgjosh edhe nevojat e të tjerëve. Një udhëtim i shkurtër mund të të sjellë një surprizë të këndshme. Britsjapi. Detyrat e përditshme kërkojnë vëmendje, por sot je në gjendje të menaxhosh me qetësi. Kujdes për shëndetin. Një shëtitje apo pak kohë për veten do të bëjë mrekulli. Një zhvillim i ri në punë mund të të japë më shumë besim në vetvete. Ujori. Kreativiteti është në majë të gishtave të tu sot. Çfarëdo që të bësh, shkruaj, pikturo, krijo, do të ndihmojë të shkarkosh tensionin. Dashuria merr një kthes interesante, ndoshta një flakë vjetër që ndizet sërish. Peshqit. Shtëpia dhe familja në qendër të vëmendjes mund të ketë nevojë për të vendosur rregulla të reja ose për të zgjidhur një mosmarrveshje. Mos u druaj të tregosh ndjenjat, të tjerët kanë nevojë të ndjejnë praninë tënde të ngrohtë. Horoskopi në Top Albania Radio.